Njerëzit që punonin ishin në Shkodra. Po që stafi e kemi nga qyteti. Që rin këtu apo vjen e ikin? Ja, rin këtu. Rin këtu, të tërë. Normal, flen edhe... Nuk doja u tregoj rogat që më tregoj Fatmiri, sa më ikën stafi pastaj. Më rinë në thet. Ja, do t'ja tregoj unë masit mrapa si ti maj këto. Se dhe kjo na duhet. Ç'a ndodhi me këto rroga, me këto rritje rrogash tani? Tani ndodh? Na 7 vjet kemi rritë nga vjet. pak. Ja, nuk është e thjesht biesh staf nga qyteti të rrinë, se normalisht ti duket se me kanë ka ikun jashtë shtetit, jo ka vinë në thet. Edhe na vetëm një mënyrë është si kënaqem me rrogat, si ti në ata optimist me punua. E po 3 muaj është puna e tyre. Jo, tu fillon nga prilli deri në janar. Është prill janar. Prill janar si është i majmë gjithë stafin. Pastaj janar mrapa se ne lëmë edhe dimrit hapun e majmë normalisht me I ndryshon rrogat janar, në prill, maj, ja, e kemi pas njëjtat rroga, e kemi si në prill, si në gusht. Kështu që këta njerëz që punojnë këtu pothuajse 6 muaj, janë 6 muaj këtu. 6 muaj tjerë për shembull, rroga është e mjaftueshme që ti të bësh Sigurisht. Po ne majmë 9 muaj në punë në fakt. 9 muaj majmë punë, pastaj 3 muaj edhe këta kanë nevojë me pushu me u marrë me veten, a kupton. Qa punë që ka, unë po them stafi, unë kam për të ardhë vetë. Edhe më mirë. Me vetën, se kam nëm pas dore, 24 orë në punë. Jo, është e vërtet, është një mënyrë tjetër pune. Është një mënyrë tjetër pune në fest, siç është një mënyrë tjetër jete. Ky është një cop filmi, një cop Shqipërie, sikur është edhe Thelajo e gjitha. Dhe tani njerëzit reagojnë në një mënyrë tjetër. Dhe ata që ecin rrugës, dhe ata që shikon këtu që shërbejnë. Gjithçka që ti shikon, edhe miza madje që vjen këtu, është pjesë e edhe ajo miza që vjen me shumë kujdes dhe nuk vjen me arogancë në thet. Se në thet tim të silla. Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë që erdha për herë të dytë dhe me kohë të mirë. Ti e ke emrin Fatmir, që i bie e kanë ditë ata, që kur erdhe që kishe fat e do sillje fat në këtë vend. Shumë ma kanë vendosur. Qa ndodhi kur erdhe ti? Sajti nga vlezërit nga motra, si ishte? I vogli, jemi. Je i vogli? Po, 2 vlezën jemi, unë jemi i vogli nga vlezën. Po pse ta vun ty Fatmir dhe jo të parit për shembull? Se di, do t'i pyesim. Prindrit shërbejnë, ndihmojnë, si? Po. Jeni bashkë? Po, familje jemi gjithë bashkë edhe me vllajën edhe jemi një familje e madhe. Alo, jemi pa të ndamë, jetojmë bashkë. Ku jetoni ju këtu? Kemi ndërtesën aty, shtëpinë. Ajo shtëpia atje? Pa, ajo vogla është për ne. Kurse gjatë dimrit normalisht kur fillon shkolla i lam në Shkodër që kemi banesën në Shkodër. Në dimër fort rini në Shkodër, ndërsa gjithë kohës rini këtu, gjithë familja. Ajo shtëpia juaj e riparuar, e rregulluar, e ndërtuar? Po, kemi rinërtuar, ka kanë një vogël e kemi bën për vete. Shtëpia ku ti ke lindur është ajo? Po, kjo është... Si ka mundësi ti, e pabesueshme duket, një djalë që në shtëpinë ku lindi e bëri kujtje dhe si kur. Ti nuk e migrove asnjëherë, asnjë ditë? Asnjë ditë. Asnjë javë, asnjë gjë fare? Fare, vetëm për qef kur kam udhëtuar ndonjëherë, pa javë për emigrenë. Po kjo është e çuditshme praktikisht. Po në 2008 kur unë e pash si diçka interesante të merresh me turizëm, të ndodhi rastësisht fakt edhe si fillim, unë isha 16 vjeç. Atëherë unë isha në shkollë, nuk është se 16 vjeçar, në atë kohë nuk është se isha menimin për me ikë. Ndodhi rastësisht që unë takova një familje holandeze këtu në thet edhe më thotë du me fjet edhe i thëmë hajde shpërëm të shpjej. Edhe aty nisi gjithçka nga aty nisi. Kur ti ishe 16 vjeç, një familje holandeze tha dua të flem. Morën në shtëpi. Po, erdhen, jetoshim shtëpi, erdhen fjetën me ne, me fjalë një llom ata, hëngrën bashkë edhe erdhen për i ditë, ishte burra grua dhe 2 fëmijë. Erdhen për i ditë, na jetën 4 netët. Edhe nga aty filloi, pastaj më thotë baba mos jo lek thotë se miqve se nuk e a kupton, ishte diçka pa besueshme që të vinë njerëzit në shtëpinë tonë, na ishim mësuar me united kam miqve, me respektuam, po jo me marr lek. Edhe e pa besueshme marr me të marr lekt, a kupton. Ata paguan. Na nuk dashim me marrë, thamë që jo, ne miqt i presin, edhe ata e kuptuan se çfarë venit janë në Shqipëri, po në traditat e zanat, edhe e lanë ata vetë, nga ana tyne lanë thanë do lëm për qefin e këto, nuk do i paguajnë, po ata realisht i paguan ato ç'a konsumojnë ç'a nejtë. Edhe aty filloi gjithçka si filloi turizmi. Dhe ti the, përderisa zakonet tona
janë zakonisht që mund të mos sjellin para duke ndënjur këtu, pa ikur atë mos po ikin. Edhe shumë vite mrapa, masi kena filluar si punë, prapë s'mu besu se si mund viti dikush të japin lek në shtëpi tane. Do po tregosh çik atë shtëpinë ku ndënjen ata, ku ti the vetë si ka mundsi ky të vjen në shtëpi të jep dhe lek. Sinqerisht ishe pa besueshme, e kupton? Thoshe si ka mundsi të viti dikush, se na nuk ishim mësuar, na punoshim punë fshatit, normalisht merreshim me bagti, me tokat, se ato kishte fshati. Edhe ishim ty pa, kanë japin lek me dorë tyne, thashëm. Më duke prapë bë besueshme. Ato lekët më ishte i ruajtë, ti mbahet, thosha lekët e para. Lekët e para. Se ai e tregon milionshin e parë, apo s'ka qenë milionsh? Ja, lekët e para si një fjalë 3 vite unë i maj men se qa këna ba gjiro, jo fitim. Gjiro? Gjiro ka kanë viti parë, një fjalë si na, ishte 350.000 lek vjetra. Për sa ka? Këtë sezon, 350.000 lek. Të vjetra? Vjetra. Gjithë sezonin? Gjithë sezonin. Sezoni i dytë ka kanë 750.000 lek vjetra, gjithmonë lek vjetra. I treti ka shku 3.000 lek gjys, edhe i katërti ka kanë 7.000 lek gjys. Pastaj të ne nuk numërohen, pastaj as tregohen. Nuk e kam majt mend se nuk është se kur dole me 350, si ka mundësi që nuk u dorëzove, the nuk bëhet kjo? Ata ishin ekstra. Na nuk e pashim fitim edhe. Ne thjesht na erdhën ekstra. Ishte diçka si na nuk e kishim menu, as nuk e kishim plane për me se atë kohë ka kanë shumë pak lëvizje mbi zotëroshin agjencit, ato shkoshin ato ku dashin ata, jo. Donin ata. Kurse se ata mundër, ata na lutin ne. Ja të ta shohim pak ku nisi. Ma trego pak shtëpinë.